Shërbimi i inteligjencës së jashtme i Federatës Ruse ka akuzuar Serbinë se pavarësisht se pretendon neutralitet në konfliktin Rusi-Ukrainë, po furnizon në mënyrë të fshehtë ushtrinë ukrainase me municione dhe armatim. Në një deklaratë të publikuar në faqen zyrtare të shërbimit të inteligjencës së jashtme të Federatës Ruse, përmenden disa nga kompanitë kryesore serbe të industrisë së mbrojtjes, të cilat sipas pretendimeve ruse janë përfshirë në dërgimin e qindra mijëra predhave dhe miliona plumbave drejt Ukrainës. Në një ton të ashpër, deklarata ruse akuzon Serbinë për etjen përfitime në dëm të popujve vëllazëror slav dhe e cilëson këtë veprim si një tradhti ndaj miqësisë historike mes dy vendeve. Qeveria e Serbisë dhe kompanitë e përmendura nuk kanë reaguar ende zyrtarisht ndaj këtyre akuzave. Edhe më parë ka pasur raportime për eksport të mundshëm të armatimit serb drejt Ukrainës. Në fillim të vitit 2023, media ruse Mash publikoi një video që pretendonte se po tregonte raketa ruse të transportuara në Ukrainë përmes Slovakisë dhe Turqisë, por këto pretendime janë mohuar nga autoritetet serbe dhe kompania Krushik. Serbia, edhe pse nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë pas agresionit në Ukrainë, ka votuar disa rezoluta në OKB në mbështetje të sovranitetit të Ukrainës.